Dem, kjo video është për ty. Sot do kanalizoj një gujtë shpirtërore se si do jetë viti I kalit për ju. Mos harroni që kjo është një gujtë e përgjithshme dhe nuk aplikohet për secilin për jush, dhe nëse doni gujtat personalizuara, mund të rezervoni gujtën tuaj, sigurisht kundrejt një pagese. Të shohim se çfarë ka energjia e vitit të kalit për t'ju transmetuar juve. Së pari njerë dua t'ju përgëzoj për feminilitetin, sensualitetin që keni dhe atë syrin për të parë, për të shijuar apo për të kanalizuar të bukurën tek ju apo në jetën tuaj. Si do jetë energjia e vitit të kalit për temën? Jeni pak si të pavendosur. Keni nevojë për rënjëzim. Duhet të rënjëzoni energjinë tuaj. Keni nevojë të pushoni. Përgjatë vitit të kalit, ju lutem kujdesuni që të pushoni. Jeta nuk është një garë, nuk është një maraton, por ju kërkohet të pushoni sepse një kapitull I ri do filloj për ju. Duhet të çlironi të shkuarën, paterna që nuk rezonojnë me ju, në mënyrë që të krijoni hapësirë që gjëra të reja të vinë. Lidhuni me emocionet e juaja dhe ktheuni tek tempulli brenda jush. Vazhdojmë me mesazhet. Ju thash që një fillim I ri, një kapitull I ri të filloj. Filloni, thoni jo. Kuptoni që gjëja më shpirtërore që mund të bëni ndonjëherë për veten tuaj është t'i thoni jo çdo gjëje që nuk ju shërben, nuk ju ndihmon, që të lidheni me aspektin apo me versionin apo me realitetin më të mirë tuaj. Fillojeni thojeni jo çdo gjëje që nuk rezonon me ju dhe thoni po vetes tuaj, kapitullit të ri, jetës së re, thojeni po lumturisë, mirëqenies, shëndetit të mirë. Largohuni nga çdo gjë që ju shkakton një barrë fizike, emocionale, shpirtërore apo energjetike dhe jepini vetes shansin të rilindni përsëri. Një kapitull I ri do filloj për ju. Mund të jetë një projekt, mund të jetë një fëmijë, mund të jetë versioni juaj I ri, mund të jetë një realitet I ri, apo mund të shkoni të jetoni në një vend të ri, në një shtet të ri. Diçka e re po zihet në energjinë tuaj dhe kjo kërkon që ju të pushoni, të çlironi të gjitha barrat të së shkuarës, të filloni të thoni jo çdo gjëje që nuk është në një vit të drejtë me shpirtin dhe harmoninë tuaj dhe kapitulli I ri do filloj për ju. Kjo është një kujtë shumë e mirë për ju dhe të shohim dhe letrën e fundit që është Imrama. Ku po ju kërkon shpirti juaj të udhëtoni? Gjatë vitit të kalit do keni një rrugtim shpirtëror, një rizim shpirtëror dhe në fund të këtij rrugtimi do keni përfunduar në një destinacion komplet të ri. Mos keni frikë ta ndërmerrni këtë udhëtim të brendshëm tek zemra juaj. Disa prej jush do udhtojnë shumë përgjatë vitit të kalit, por keni kujdes, duhet të pushoni edhe përgjatë udhëtimeve dhe duhet të rikujtoni vetes që duhet ktheheni dhe tek zemra juaj, tek portali më I shenjtë që ndodhet brenda jush, qendra juaj e brendshme. Ju uroj një vit të mbar dhe të shihemi në kujta të tjera. Pacim!